Radio Kosova. Stetoskop. Emision për shëndetësi. Kanceri mushkrive është shkaktari i tretë më i zakonshëm i vdekshmërisë në popullat. Faktori rrezikut më i rëndësishëm që shkakton është duanpirja aktive dhe ajo pasive. Faktorë të tjerë të njohur dhe të vërtetuar janë ekspozimi ndaj dozave specifik në ambientin e punës, ekspozimi ndaj gazit të radonit, historia familjare për kancer të mushkrive dhe smundje kronike të mushkrisë. Kanceri mushkrive është smundje që formohet në indet e mushkrive, zakonisht në qelizat që veshin rrugë e frymarrjes. Është shkaku kryesor i vdekjes nga kanceri si tek burrat ashtu edhe tek gratë në mbar botën. Kanceri mushkrive ndodh kur qelizat në mushkri fillojnë të rriten dhe të ndahen në mënyrë të pakontrollueshme duke formuar një tumor. Nëse nuk trajtohet, tumori mund të rritet, të shkatrojë indin e mushkrive dhe të përhapet në pjesë tjera të trupit që është metastazë. Zbulimi i hershëm është një faktor kritik për trajtimin e suksesshëm. Përparimet në mjeksi, veçanërisht në terapitë e synuara të imunoterapisë, kanë përmirësuar gjithashtu ndjeshëm prognozën për pacientët me smundje më të avancuar. Kanceri mushkrive rrallë herë diagnostifikohet në pacient nën moshën 40 vjeçare. Piku i shfaqjeve është në moshën 75 deri në 84 vjeçare. Meshkujt janë më të prekur se sa femrat dhe raporti është 3-2. Tek meshkujt kanceri mushkrive zë vendin e dytë për nga rastet pas kancerit të prostatës, ndërsa tek femrat zë vendin e tretë pas kancerit të gjirit dhe të kolonit dhe është përgjegjës për 11% të rasteve të reja të diagnostifikuara me kancer. Në shumicën e rasteve, kanceri mushkrive nuk shkakton simptoma tek njerëzit derisa të jetë në një fazë të avancuar. Simptomat e kancerit të mushkrive mund të jenë të ndryshme për çdo person. Disa njerëz kanë simptoma të frymarrjes ose të tjera të lidhura me mushkrit. Tek personat e tjerë, kanceri mushkrive mund të ketë origjinë nga pjesë tjera trupit, nga ku është përhapur apo metastazuar dhe më pas të shkaktojë simptoma specifike në pjesën e prekur. Pra, kanceri mushkrive do të jetë tema e emisionit të sotëm, për çka do të bashkëbisedoj me doktoreshën Mereme Maloku Krasniqi, pulmologe onkologe. Doktoresha Mereme, mirë se erdhën në emisionin Stetoskop. Mirë se ju gjejmë, faleminderit për ftesën. Pra, dëgjuat temën që do të flasim ka të bëjë me kancerin e mushkrive. Fillimisht disa informacione për dëgjuesit për këtë smundje. Si manifestohet kanceri i mushkrive? Kanceri i mushkrive i takon grupit të smundjeve kronike, smundjeve malinje dhe për fatin e keq është një kancer i cili shkakton vdekshmërinë më të madhe në të dy gjinitësit, të mashkujt ashtu edhe të femrat. Kanceri i mushkrive është një smundje e cila prek zakonisht të dy gjinit dhe në shumicën e rasteve diagnostikohet në fazat e avancuara të smundjes për arsye se simptomatologjia paraqitet vetëm atëherë kur në shumicën e rasteve, jo gjithherë, kur veç kanceri mushkrive merr për masa të mëdha. Smundja do të thotë ka avancuar. Smundja ka avancuar aq shumë sa që në një farë mënyre bëhet edhe jo operabile dhe ky është problemi më i madh i smundjes së kancerit të mushkrive dhe të gjitha smundjeve kanceroze, por në veçanti smundjes së kancerit të mushkrive, sepse dihet se pjesa më e madhe e smundjeve malinje, nëse diagnostikohen në fazën e hershme, mënyra e parë e trajtimit është operacioni dhe çdo herë ato stadiet të smundjes kur trajtohen me operacion mbijetesa është shumë e lartë në krahasim me ato rastet kur nuk mund të trajtohen me operacion, pastaj mbesin metoda tjera të trajtimit në mes të kemoterapisë dhe radioterapisë, apo në shumicën e rasteve diagnostikohet në stadiet e vona të smundjes kur veç smundja ka përfshirë dhe organet e tjera dhe në ato stade zakonisht pacienti me këtë smundje të diagnostikuar ka jetëgjatësinë shumë më të ulët se sa në fazat fillestare të smundjes. Cilët janë shkaktarët kryesorë të kancerit të mushkrive? Ka shumë shkaktarë të sëmundjeve malinje dhe sëmundjeve kronike në përgjithësi. Mirë, por shkaktari numër 1 i njohur i kancerit të mushkrive është duhani, pastaj bashkëshoqëruesi tjetër i tina është alkooli, pastaj ndocit e ambientit dhe ndryshimi i stilit të jetës,
mos aktiviteti fizik, ushqimet e konservuara, të përpunuara, të gjitha këto e shtojnë rrezikshmërinë për paraqitjen e kancerit të mushkujve. Mirë, për shkaktari numër 1 dihet se është duhani me përbërësit me mëse një numër shumë të madh të përbërësve kancerogjen, të cilët përbërës kancerogjen nuk japin simptomatologjinë apo nuk shkaktojnë smundje në fazën shumë të hershme dhe njerëzit përdorin duhanin duke menduar se thotë unë po e përdor, po s'kam asnjë simptom. Dhe bëhet në një farë mënyre me kohën vjen deri te akumulimi i këtyre efekteve negative në rrugët e frymëmarrjes dhe në disa raste, jo në të gjitha rastet të cilat pinë duhan, në numër të madh të rasteve të cilat pinë duhan, paraqitet kanceri i mushkërive. Prandaj ky është problemi më bazik tek njerëzit të cilët pinë duhan, sikurse t'ishim paraqitur këto probleme më njëherë pas atakimit me faktor të rrezikut, siç është për shembull te smundjet virusale, më njëherë masi të atakosh, ajo më njëherë manifeston me simptome nga ana e organizmit ton, mungesa këtyre simptomeve në fazat e hershme i bën njerëzit që të vazhdojnë të pinë duhan duke aluduar se nuk do të ndodhë një gjë e tillë. Dhe një problem tjetër shumë i madh që haset në praktikën mjekësore, ne ndëgjojmë çdo ditë, njerëzit kanë dëshirë të arsyetojnë vetveten se pinë pak duhan dhe kur ti pyet sa është ajo, po thotë një pakë cigare në ditë. Do të thonë për njerëzit është pak një pakë cigare në ditë dhe në farë mënyre dojnë të mshefin sasinë e duhanit të konsumuar dhe gjithsesi një praktikë tjetër shumë negative që marrin në raste sporadike të cilët kanë konsumuar duhan dhe nuk është paraqitur kanceri, ose raste të cilat nuk kanë konsumuar duhan dhe paraqitet kanceri. Do të thonë gjithherë dhe lidhen me diçka që duan të arsytojnë vetveten, ky person nuk ka pirë duhan dhe ka kancer, ose ky person nuk ka pirë duhan, ka pirë duhan dhe nuk ka kancer. Do të thonë në secilin ndodhi gjithherë flitet për shumicën. Ne nuk flasim për raste individuale dhe nuk do t'i marrim parasysh rastet individuale, na flasim për shumicën. Do të thonë shumica e njerëzve të cilët pinë duhan atakohen me kancerin e mushkujve. Sidomos format shumë agresive të kancerit të mushkujve, kanceri i mushkujve me qeliza të vogla. Këto janë forma shumë agresive të sëmundjes dhe mbijetesa të këta pacienta është shumë e urtë. Prandaj, duke ditur se shkaktari numër 1 është pirja e duhanit, shtetet e ndryshme në botë kanë bërë politika dhe ligje për ndërprerjen e pirjes së duhanit. Mirë pa ato edhe zbatohen, edhe vendi ynë me vitet tona ka miratuar strategji të tillë, mirë por nuk ka lokal ku nuk konsumohet duhani, që është një problem shumë i madh, sepse për pas kancerit të mushkujve, duhani si shkaktar i shumë smundjeve të tjera kronike, përfshi smundjet e zemrës, përfshi diabetin, obezitetin, shkakton edhe problemet dhe shumë lloje të tjera, mëse 13 lloje të kancerëve janë të lidhur drejt për drejt me duhanin. Sa janë të rrezikuar duhan pirësit pasiv, pra ata që qëndrojnë pymin e duhanit, jo vetëm ata që pinë. Është pothuajse njëjta gjë, ata e pinë me dëshirën e tyre, ndërsa ata të tjerë pa dëshirën e tyre, kur flitet në mes të duhanit dhe alkoolit, gjithherë është një problem se alkoholin ai dëmton vetëm organizmin e personal, ndërsa duhanpirja pasive është shkaktar drejt për drejt i sëmundjeve edhe tek personi pasiv. Do të thotë janë të atakuar edhe ata që pinë edhe ata që nuk pinë, por qëndrojnë në tymë duhan. Qëndrojnë në të njëjtin vend ku qëndrojnë. Dhe sot në përkalet e qytetit tonë pothuajse s'ka vend ku nuk konsumohet dhe nuk je atakuar për pirjes së duhanit. Do të thotë ligji pothuajse nuk zbatohet. Ekziston në letër, po nuk zbatohet. Për fatin e keq. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, pas zbatimit të ligjit për pirjen e duhanit, është ulur shumë tekshmëria nga smundja e kancerit. Do të thonë aty ku veç aplikohet ligji, aty ka pas benefit nga zbatimi i ligjit dhe kemi uljen e sëmundshmërisë nga
sëmundjet maline të mushkive, kanceri mushkive. Doktorisha Merime, çfarë moshe zakonisht paraqitet kanceri mushkive? E dihet se sëmundjet kronike janë përgjithsisht sëmundje të cilat prekin moshat më të shtyera. Arsyeja se me moshën fillon aktiviteti i qelizave të zvoglohet, pikërisht bie aktiviteti i një organeli qelizor ku krijohet energjia për qelizën. Se secila qelizë është një njësi themeluese e trupit dhe indeve të organeve, po ashtu edhe të mushkërisë, dhe me moshën këto e hupin aktivitetin e tyre dhe mundësia që një qelizë normale në ndikimin edhe të faktorëve të ambientit të jashtëm të shndrohet në qelizë kanceroze është e madhe. Mirë, po ajo që është alarmante dhe shqetësuese tani është se kanceri paraqitet edhe tek moshat e reja, sidomos kanceri i zorrës. Në vitet e fundit është parë se kemi një ndryshim paraqitjen e sëmundjes maline edhe tek moshat 20 deri në 50 vjeçare. Zakonisht sëmundjet maline, sidomos kanceri i zorrës, kanceri mushkërive, kanceri prostatës, paraqitet pas moshës 50 vjeçare dhe screeningu që bëhet në shtetet ku kanë mundësi të realizimit të këtij procesi të diagnostikimit të sëmundjes aty ku nuk kemi simptomatologji të sëmundjes, zakonisht fillon nga mosha 50 vjeçare. Screeningu në këto shtete është obligativ apo jo? Obligativ në disa shteteve, jo në të gjitha shtetet. Amerika ka obligative, po flasim gjithherë për një shtet që është konsoliduar dhe bën screeningun për 5 lloje të kancereve, do të thënë kancerit të gjilë, kancerit të qafës së mitës, kancerit të prostatës, kancerit të kollonit dhe kancerit të mushkërive. Kush hin në screening për kancer të mushkërive? Popullata për mbi moshën 50 vjeçare, të cilët kanë përdor 20 vite nga një pako cigare në ditë, apo 10 vite nga 2 pako cigare në ditë. Edhe pas simptomatologji, ata janë të obliguar të shkojnë dhe të bëjnë ekzaminime madhe të cilat detektohet kanceri në fazat e hershme ende pa pasur simptomatologji. Tek ne kjo gjë nuk ekziston dhe në mënyrë sporadike pacientët të cilët vinë dhe pinë duhan, edhe pse me ligj tek ne nuk ekziston një gjë e tillë, është obligim i mjekëve të ju tregohet se një pacient duhan pers duhet të bëj për shëndetin e tij dhe të bëj ekzaminime të cilat në shtetet e avancuara i detyron shteti, mirë po në mungesë të një programi të tillë të organizuar në shtetin tonë, ne jemi të obliguar që këtyre pacientëve në rrezikshmëri t'ju themi të bëjnë ekzaminime në anë të cilët do të diagnostikohen sëmundja e kancerit. Dhe cilat janë disa nga këto ekzaminime që mund ta detektojnë kancerin e mushkërive në fazat e hershme? Në shumicën e vendeve të botës, edhe tek pacientët duhan pers, të cilët kanë simptomatologji, sepse simptomatologjia nuk është specifike vetëm për sëmundjen e kancerit të mushkërive, por simptomatologjia është e përbashkët për një mori të problemeve në kuadër të sëmundjeve të mushkërive. Kollitja me këlbas të përzier me gjak, frymëzënia, që të gjitha këto janë karakteristike dhe të patologjive tjera të mushkërive, ndonjëherë dhe patologjive nga ana sistemeve të tjera. Dhe është një praktik të bëhet një radiografi e thjeshtë të mushkërive nga përvoja personale. Për mua, radiografia e mushkërive do të na jep në shumicën e herave rezultate false negative, do të thonë të false negativ në kuptim të asaj se ne mund të kemi një sëmundje maline, një kancer të mushkërive në fazën e të hershme dhe mos të kapet përmes radiografisë së mushkërive. Dhe për këtë arsye, si metodë më e mirë për diagnostikimin e sëmundjeve maline në fazat e hershme, qoftë simptomatike dhe asimptomatike, është tomografia e kompjuterizuar. Këtë lloj të ekzaminimit e përdorin në të gjitha vendet ku bëhet screeningu, nuk bëhet screening në bazë duke u bazuar në radiografi, po gjithmonë në fotografi më të detajzuar, ekzaminim më të detajzuar që është
tomografia kompjuterizuar me dozë të ulët të rrezatimit. Cilat janë disa nga shenjat që mund ta bindin një person se mund të ketë probleme të kësaj natyre dhe të kërkojë ndihmën e mjekut, pa ende pa u shfaqur simptomat e rënda që janë? Gjithherë ajo që është më e mira në diagnostikimin e një pacienti është një histori e mërfillt. Do të thonë, pa u futur ende në ekzaminime, pacienti duhet pas si tansi, sepse organet në kuadër të organizmit nuk janë të ndara, janë organe të cilat bashkë veprojnë njëra me tjetrën. Unë edhe më pare përmenda që nëse duan të diagnostikojnë kancerin në fazën shumë të hershme, në 95% të rasteve është asimptomatik, sepse është një masë shumë e vogël që nuk ndikon në prishjen e funksionit të mushkujve dhe për këtë arsye pacienti është asimptomatik, nuk kemi asnjë simptom. Që të gjithë mjekët dhe për të mirën e pacientëve është të diagnostikohet atëherë pacienti kur nuk ka simptomatologji. Por të shihen faktorë të rrezikut, njëra prej tyre është mosha dhe duanpirja, dhe të diagnostikohet pacienti me kohë dhe atëherë suksesi i trajtimit dhe mbijetesa është shumë e gjatë. Tek kanceri i mushkërive, pacientat të cilët vinë me simptomatologjia e një pacienti duhanpers mund të jetë kollitja, që në shumicën e herave mendohet në një tip të smundjes obstruktive të mushkujve, në kuptimin e bronkiteve, astma, ndonjëherë mund të ndërlidhen këto dy smundje njëra me tjetër, apo edhe ndonjë infeksionit të pajnimës së mushkujve, pneumonit, bronkopneumonit. Dhe në këto raste mund na superponohen simptomat e pacientit, mirë po gjithsesi është CT-ja mushkujve, tomografia kompjuterizuar që do të na ndaj, kemi të bëjmë me këtë apo me këtë, apo kemi të bëjmë me të dy diagnozat në të njëjtën kohë. Simptom më kryesor që mund të paraqitet, pra është kollitja me krejtpas të përzihen me gjak, pastaj frymëzënia, pastaj dhimbja në krahëror. Këto janë simptomet të cilat paraqiten si pasojë e zhvillimit të një mase në kuadër të mushkujve. Mirë për në shumicën e herave sëmundja diagnostikohet në fazat e avancuara dhe pacientët në farë mënyre janë ashkarojnë këto probleme duke menduar se janë kollitje nga duhani ose ndonjë ftoft, dhe pacienti vjen për herën e parë tek mjeku si pasojë e simptomeve nga metastazat, ose marramendje, ose dhimbje të trupit, dhimbje nëpër eshna që kanë të bëjnë me metastazat në eshna, apo mundim vjelli si pasojë e metastazimit të sëmundjes në mëlçi. Doktoresh, në bazë përvojës tuaj, zakonisht çfarë faze paraqiten qytetarët që kanë probleme? Zakonisht në fazat shumë të avancuara të sëmundjes. Zakonisht në fazat shumë të avancuara. Kjo nuk është praktik vetëm në vendin tonë, por në të gjitha ato vende ku nuk bëhet screening, diagnostikim në fazën jo simptomatike, ku nuk është i obliguar ekzaminimi në fazët jo simptomatike, sëmundja kancerit paraqitet të mushkujve, paraqitet në fazat e avancuara. Si bëhet trajtimi këtyre personave? Trajtimi këtyre personave bëhet në 3 mënyra, domethënë trajtimi përmes kirurgjisë, kur që të gjithë ne kishim dashur që t'ju mundsohet këtyre pacientave trajtimi përmes kirurgjisë, dhe më pastaj, varësisht nga stati, pas kirurgjisë, vendoset apo jo për trajtim shtesë me terapi sistemike dhe me radioterapi, apo të shumica e rasteve, nëse sëmundja është në stadin lokoregional, do të thonë lokalisht dhe në region ato dy sistemi respirator ka një përhapje më të gjerë, atëherë bëhet me trajtim sistemik dhe me trajtim radioterapik në të njëjtën kohë, dhe nëse ka metastaza të larta, atëherë bëhet vetëm trajtim sistemik dhe bëhet trajtimi paliativ i metastazave, qoftë metastazave në tru apo metastazave në ishta, varësisht se ku kemi të lokalizuar ndryshimet metastatike nga sëmundja primare e mushkujve. Dhe çfarë është prognoza? Varësisht në çfarë stadi diagnostikohet, nëse diagnostikohet në stadin e hershëm, prognoza është shumë e mirë,
dhe patjetër pacienti duhet nëse është duhan vesh të hiq dorë nga pirja e duhanit, sepse edhe efektiviteti i terapisë varet nga pirja apo mos pirja e duhanit, dhe nëse diagnostikohet në stadin lokoregional, mbjetesa është prapë më e mirë se sa në stadin metastatik. Kur kemi të bëjmë një trajtim të një pacienti me sëmundje kanceroze, thamë se kanceri i sëmundjeve të mushkërive i takon grupit të sëmundjeve maligne, e sëmundjet maligne i takojnë grupit të sëmundjeve kronike. Dhe gjithherë shkaktarët e këtyre sëmundjeve kronike janë të njëjtë: duhani, alkoholi, jeta sedentare, ndotja ambientit, stresi, kanë një emrus të përbashkët. Të gjitha faktori kemi prezent me një emrus të përbashkët, pjesa më e madhe e këtyre pacientave kanë edhe sëmundje bashkëshoqëruese, që kjo paraqet një problem tjetër shumë të rëndësishëm, se në momentin kur trajton ti kancerin e mushkërive, gjithherë duhet të kihet parasysh edhe sëmundje tjera bashkëshoqëruese, sepse terapitë të cilat aplikohen për trajtimin e sëmundjes së kancerit, së pari duhet diagnostikuar dhe ato sëmundje dhe duhet stadifikuar në çfarë stadie është, për shembull sëmundja e zemrës, sëmundjet diabetit dhe ato se këto bashkëshoqërohen, këta faktorë dhe këto sëmundje patjetër dhe bashkëshoqërohen, dhe në të njëjtën kohë një mjek që mirret në trajtimin e sëmundjes së kancerit nuk duhet të fokusohet vetëm në sëmundjen bazë, po gjithherë duhet të ketë parasysh edhe sëmundje tjera bashkëshoqëruese, sepse gjatë trajtimit të sëmundjes mund të na ndodhë një atak kardiak, mund të ndodhë një emboli mushkërore, dhe në një farë mënyrë ne nëse koncentrohem vetëm në pjesën e sëmundjes maligne, atëherë do të humbim pacient, duke dashur ta trajtojmë këtë, do të humbim për shkak të sëmundjeve tjera kronike që ka mundësi të përkeqësohen, si pasojë e vetë sëmundjes ekzistuese, po edhe si pasojë e efekteve anësore të trajtimit të sëmundjes bazë, respektivisht sëmundjes së kancerit të mushkërive. Doktoresh, kemi hyrë minutat e fundit të emisionit dhe zakonisht në fund flasim për preventiven. A ka mundësi që të parandalohen këto sëmundje? 50 deri në 70% e sëmundjeve kronike mund të parandalohen. Si? Do me thonë, një pjesë e vogël e sëmundjeve kronike, përfshirë këto dhe sëmundjen e kancerit, janë sëmundje të trashëguara genetikisht, do me thonë ka sëmundje genetikisht të trashëguara dhe ato nuk mund të ndryshojmë, do me thonë ajo genetika është aty, po ashtu edhe moshën nuk mund ta ndryshojmë dhe këta quhen faktor jo të modifikueshëm. Këto nuk mund të bëjmë, i kemi duke të lidhura, mirë po ata çfarë mund të ndryshojmë, që është një pjesë shumë e madhe, mund ta ndryshojmë mund të ndryshojmë shprehit tona, ndërprerjen e duhanpirjes, mund të ndryshojmë stilin ton të jetës, sepse tash jeta moderne ka kaluar në jetë sedentare, edhe jeta sedentare implikon pastaj me shumë probleme, me obezitet, me diabet, me plakje të mëhershme të organizmit dhe plakje të mëhershme të qelizave, do të thonë vetvetiu ne jepim një drejtim trupit ton, pastaj ambiente të ndotura, dhe një problem tjetër shumë i rëndësishëm është edhe kontrollat e rregullta. Do të thonë, ne jemi në gjendje të bëjmë gjithçka, në çka do të investojmë, po asnjëherë nuk investojmë në trupin tonë. Do thotë, kujdesi, ti marrë vetura për shembull. Po. Sa po ta vrej një problem, më njëherë drejtohen tek. Më njëherë drejtohen dhe çdo gjë na duket shumë e kapshme, shumë e mundshme, jo ngarkesë materiale mirë, po të kujdesemi për shëndetin, çka varet nga secili individ për vetveten, duket shumë e shtrejtë, nuk kemi kohë, nuk kemi, dhe unë mendoj që një person i pasur ka mundësi mos të ketë shëndet, po një person i shëndetshëm është gjithmonë i pasur. Doktoresh, nëse nuk keni asgjë për të shtuar për fund, unë ju falenderoj shumë që ishit pjesë e emisionit së të Faleminderit për ftesën. Të nderuar dëgjues, me kaq që kemi përfunduar emisionin sot, faleminderit për vëmendje dhe vazhdoni të qëndroni edhe më tutje në valët e programit tonë.